Çfarë do thotë kjo për opozitën shqiptare në një kohë që opozita shqiptare gjithmonë e më shumë po fliste për një lloj goditje që mund t'i vinte zoti Rama nga Donald Trump? Shiko, goditjet nuk janë personale. Megjithëse Rama shpesh herë edhe në këtë egocentrizëm e ka marrë personale. Ajo është ftesë për kryeministrin e Republikës së Shqipërisë. Ani se për mua kryeministri i Republikës së Shqipërisë është në tjetërsi mandatesh. Çdo të thotë tjetërsi mandatesh përmes ligjit. 140.000 vota dhe 3 partitë të reja, po t'i konsiderojmë kështu, kanë marrë vetëm 4 deputet, në vend që të merrnin 14. Pra i bie që 10 mandate Rama jo ka grabitur këtyre për arsye të ligjit që favorizon cilën? Partinë Socialiste. Rama në këtë moment për mua duhet heq dorë nga të gjitha këto, duhet të merret me një gjithë përfshirje, se dhe ftesa e përsërisë është gjithë përfshirëse. Duhet shohë përtej mandatit të tij si kryeministër, duke shku drejt presidencës, e kam thënë përsëris deri kur ndodhi. Dhe me këtë ftesë të Trumpit i është hapur rruga për president Ramës. Pse presidenti është në netim. S'mundet të majmë tani aty një zonjë keqardhja është Tiranë, se e kupton, por duhet të dorëhiqet. Presidenti duhet dorëhiqet. Atëherë hapet rruga për gjithë përfshirje edhe me opozitën. Me cilën opozitë, do thuash ti? Për momentin partia më e madhe administrative është Partia Demokratike, e thash datë ditë në tryezë. Por një gjë duhet patur parasysh. Institucionet e këtij vendi i mbajti Partia Konservatore dhe me kosto të jashtëzakonshme deri brenda familjes. Dëgjuesi, ju ishit pjesë e tryezës që Sali Berisha bëri pak ditë më parë. Ju pam jo shumë aktiv në atë tryezë. Pse kështu? Kisha një këshillim për të qenë tavolinë. Po të vini të re përballë në 2 krahët majtas djathtas doktorit me keqardhje. Unë i ndrova emrin dikujt aty. Gjatë aq pak sekondave sa mu lanë mu për të dialoguar. Akoma kishte njerëzorësit. S'mundet do të ne të rrim në tryezë me policë portokallin për të marrë, për të mbushur sheshin me protestues. Partia Demokratike, Sali Berisha e mbush sheshin pa soristët. Nëse do të vazhdoj me soristët, do të vazhdoj non grata të jetë aty. Unë duhet t'ja heq non gratën. Se unë e kam thënë e dua president Sali Berisha. Mirë, po tani ja ka marrë Donald Trumpi. Shiko, ka takim në Davosit pas nesër. Në takimin e Davosit po vuri firmën e Edi Rama aty. Çfarë ka pas firmës? Mund të jetë një pyetje tjetër. Do jetë Rama në Davos? S'bëhet fjalë. S'bëhet fjalë. Ju kujtohet si kam thënë, Rama nuk e kalon oqeanin, po mund gjejë zgjidhje të tjera. Shiko, ne jena vend këtu në emisionin tuaj, unë e kam thënë, jemi vend asimilues, lingvistik. Do të thotë, meqense ne jemi rrënje gjuhëve, është e vështirë të eliminohet gjuha shqipe. Le ta flasi greku me s, me sh, me si doj. Le ta flasin viçat pa viç me viç si të duan. Ne kemi këtu 12 pakisa lingvistike, tani që flasin, po deshet t'i numëroj? Por këto, gjithë aty, të komësia, shumica për tyre thonë shqiptar. Romët e egyptianët, ta thonë shqiptar, komësia. Grekët nuk e thonë, serbët nuk e thonë. Bullgarët e kanë, edhe shqiptare, bëhet fjalë për një pjesë të klenjës në Dibër edhe një pjesë sipër në malsinë e zonës nga jeni o prefektura Kukës. Konsiderohet ftesë nominale, sepse ai mund të bënte zgjedhje tjetër. Mund të ftonte presidentin e Republikës. Mund të ftonte kryetarin e kuvendit, sepse ne jemi republikë parlamentare. Ai ka gjetur të ftojë kryeministrin Edi Rama. Për mendimin tim, e ka ftuar se e ka parë si një gentleman që do t'i përgjigje me pozitivitet ftesës, ani se Rama është në situatë të jashtëzakonshme me vartësit e tij, e kemi thënë këtu dhe s'duhet bien përsëritje. 11 ministra në hetime në përburgje, 11 sekretar të përgjithshëm të ministrive po ashtu, 11 bashkiak, domethënë ka 3 skuadra Rama. Skuadrën A, skuadrën B, skuadrën C.
Le të shpresojmë që Rama do të gjejë me këtë rast mundësinë e gjithë përfshirjes, sikurse është ftesa Donald Trump, nga krye komunisti i Vietnamit deri ke demokratorit, i gjem një emër të ri Ramës, tash me këtë rast, deri te demokratori Edi Rama. Pra unë e shoh pozitive. A është kjo një paqe që vendoset mes Trump dhe Ramës? Biznesmenët falin. Në një emision televiziv, kur unë mora mandatin, thash që do të jetë presidenti më i mirë për SBA-t. Kështu po rezulton. Ani se demokracia, vota, Amerika është shteti i madh, 350 milion banor, është bërë nga emigrantët. Por, çuditërisht vetë biri një emigranti nuk pranon çështjet e emigracionit. Që do të thotë, ai ka dëshirë të ruaj shtet kombet. Me sa duket, ai tashmë ka marrë dhe informacionin se gruaja e tij, e theksoj, e treta, gruaja e tij e tretë, i ka dhuruar atij një kënaqësi të madhe. Është princi Baron e quajmë. Pse? Se gruaja e Donald Trump, besoj e keni marrë vesh që babai i saj është katolik në dienin time nga Gjakova. I ikur në Sloveni, do të thotë tu jemi në gadishullin ilirik dhe unë e keni vure që shpeshere e drejtoja saj kurorën tonë mbretëror Gjergj Kastriotit. A i takon asaj, jo, për të taku, i tako o Princ Legës, ose këti Lores Kastriota, ose Edi Ramës. Po Edi Rama e humbi shansin e mbretit, duket do të vi mbretëresha në Iliri. Pse? Është përjashtuar Serbia, Malizi, Maqedonia, Kroacia, Slovenia, Greqia, po e ka ftesën Greqia, dhe ka ftesë Greqia ortodokse dhe Bullgaria ortodokse. Do të thotë, gadishulli ilirik është pa Bullgarin, po ta kapësh kështu, në post-Rom, në Bizant, po ka 17 principatat, deri tek gjindë buje shpata që bje poshtë në Athinë. Do të thotë, ka menduar një gjë më të largët Donald Trump, është 79 vjeç. Ai mendon, nuk them si Churchilli, se Churchilli na ka bërë dëm ne, po në këtë rast unë mendoj që Donald Trump i bën nder Shqipërisë. Nuk ja bën nderin vetëm Edi Ramës, megjithëse theksoj, ftesa është nominale. Që do të thotë, Rama ka lobuar për këtë ftesë, ma nxorë sekretin tani me edhe unë s'maj sekret me ty. Rama ka lobuar për Ramën, kanë lobuar izraelitët, kanë shkuar deri aty sa e kanë ditë ato, që është në $1 miliard që do të paguan në këtë ftesë. Do paguan. Po ja kanë marrë izraelitët për sipër Ramës, pagesën. Pse? Është biznes pastaj, se mund të shkojnë firma shqiptare të ndërtojnë, të rindërtojnë gazën, ato që firmosen, ato do të rindërtojnë. Dhe këto 1 miliard mund të rikthehen edhe më shumë, mund shumë fish. Kjo është e para. E dyta, në dienin time, Rama ka pranuar që të vinë në Shqipëri rreth 150.000, ndoshta deri 200 nga emigracioni palestinez. A mund të jetë kjo me drejt rikthimi varianti i Kosovës? Mund të ndodhë edhe kjo. Pra, në momentin kontemporan, Rama e ka pranuar këtë dhe s'mund të më thotë, edo, si të, e ndrui mesazh para 4 ditësh, ha? S'kujto si djem. Okej, shumë mirë, more ftesën, bravo. Je me fat, po kujdes me fatin. Është me fat më burr, është me fat. Çfarë do ndodhte nëse do kisha marrë ftesën? Mund të kishte një acarim të opozitës, po opozita mund të funksionojë, kam thënë, edhe tek ju pa protokoll. Pra, nuk kam thënë vetëm tek ju. Do protokoll. Nëse ka një tryezë vendimarrëse, tryeza duhet të shkojë përtej Partisë Demokratike, unë këtë ofertë ja bëra Ramës disa ditë më parë, edhe në një ekran tjetër. Duhet ulet, se ja, vjen ftesa tani. Okej, gjysma opozitës nuk e pranon. Mirë pa tjetër thotë, kujdes se ke simbolin non grata. Unë i them simbolin non grata, po unë jam tavolinë me te, më sill prova fakte. Bëhet fjalë për Sali Berishën, ha? Deri tani s'ka prova fakte. Më sill prova fakte. Pastaj ta abandonoj edhe unë. Por
Tek protesta pasaj, në qofë se s'ka një tryezë partijake, politike për të ardhmen e konservatorizmit në Shqipëri, Rama ka dëmtuar konservatorizmin. Ne kemi njoftuar zyrën në valet në lidhje me këtë. Mirë, po lëvizjet e mëdha globale janë më të vogla se sa lëvizjet e vogla konservatore, siç konsiderohet Shqipëria. Por një gjë është shumë e rëndësishme. Rama me Melonin, a është konservatore. Rama me Orban, a është konservator. Rama me Erdogan, a është konservator. Kë ka tjetër. Rama me këtë Benjamin Netanyahu, i ka marrë për sipër të them $1 miliard e pagu Izraeli për këtë punë. 1 miliard për të qenë ne vendimmarrës aty, tani s'duhet harru kjo. Ne kemi majt këtu një grup izraelitësh, domethënë jo të vogël, në kushtet e tiranisë Rajhut. Këto sarrohen dhe nderet që bën në rastet veçanta, ftesa Trump i bën nder shqiptarëve dhe Shqipërisë, normalisht i bën nder dhe Edi Ramës. Edi Rama këtë ftesë që thot, unë jam i egzaltuar, si tha, jam kështu e, jam ashtu e, do thush, po shiko sa ai e ka fyer dikur. Është kërkesë falje. A do shkosh të firmosësh atje? Është kërkesë falje. Rama nuk është ateist, nuk shkon të falet në kishë në xhami. Atëherë ku do falet? Ke presidenti Donald Trump, s'ka shans tjetër. Më thuaj, ka një shans tjetër. Te Macroni. Macroni vuri dhe syza. Do më thonë gjej, shiko, po të shoh me lup. Nuk është e kështu raje kjo çështje, se mund të thot dikush që mos i fut në grusht. Domethënë, ja, nuk është ashtu. Macroni është varianti De Gaullit. Tani kështu, pastaj ashtu, mirë po të fut protestat në Francë, pastaj edhe e pëson si De Gaulli. Dhe skuptonte generali që po hiqte prej protestave. Pra, në variantin europian, Rama i ka ezauruar të gjitha. I ka thirrë këtu, i ka bë bisedë, i ka thënë duhet me bë një grup ushtarak. Ja ka thonë Rama, ora unë kam kundërshtar Rama, kam kundërshtar ideologjik, pa ai ka ardhur në variantin ku, në variantin konservator, apo shkon te konservatori Donald Trump. I bie që do të bësh si ai, se ndryshe mos firmos. Jam gabim? Nga ateist, liberal, se komunist nuk ka qenë Rama, radikalist, se ai ka thonë për babën e vet ta varën shtyll telefonit, apo jo, 200 komunistat të parë, po të parë ka qenë baba vet. Tani, baba im nuk ka qenë, po unë, edhe po të kishte qenë, nuk do ta kisha varë, nuk varet baba. Rrihet urtë të rigjesh, skaloni dytë, Rama s'është të rrish, ka tregu egocentrizëm, edhe ka arrit të marrë ftesën, që them edhe herë, nuk them si ta tjerët, ftesa vetëm për Shqipërinë, jo, është e individit. E përsëris, ka 3 individ në Shqipëri që mundet t'i adresojë ftesa.